Është një eveniment ku Shqipëria përfaqësohet dhe kjo për ne është një arritje e madhe. Shqipëria ka hyrë në artën e vendeve ku skia po zhvillohet për vite më shumë dhe fitoria e parë e Shqipërisë është që për herë të parë ne marrim pjesë me 5 sportistë dhe është pjesëmarrja jonë më e lartë në një kampionat botror. Albania, the first of 12 new countries. Ciao, sono Ezio Leonetti, sono qui a Losanna per fare le Olimpiadi giovanili. E ringrazio molto la mia federazione. Give Korça the chance to be part of the races and of course to show that Albania is a beautiful country. Thank you so much. Është vështirë me situatën që kemi në Ukrainë. Shpresoj që mund të vazhdojmë këtë aktivitet vitën e ardhme me situatën më mirë. Faleminderit. Është një arritje e madhe për neve, asnjëherë Shqipëria nuk ishte parë podium në ski, është herë e parë që ne ndodhemi të dytët në garën FIS dhe të parët në SES, të parët dhe tretët, falë Erion Tolës së famshmit dhe Kevin Qerimin. Si fillim faleminderit për ardhjen në malin e zi. Në këtë garë të rëndësishme në të cilën shohim një organizim të mirë. Në 2 ditët e fundit ekipi shqiptar mori 3 medalje. Kjo gjë është shumë pozitive për Federatën Shqiptare. Gara është shumë mirë, arrita i treti të moshës time në botë, edhe kjo është shumë mirë. Mbyllet ky kampionat botror me suksese pa para për Shqipërinë, 2 herë në podium, në vendin e tretë Kevin Qerimi, një arritje që Shqipëria nuk e kishte parë ndonjëherë, fal këtij talentit të madh, natyrisht dhe fal punës tonë së federat në rekrutimin e këtyre talenteve kudo që janë. Ishte një emocion shumë i fortë, i jashtëzakonshëm për gjithë ne që ishim këtu. Tek shinim flamurin shqiptar tek Valbire dhe merrnin përgëzime nga të gjitha federatat më të mëdha të botës. Vitet e fundit skia ka marrë një zhvillim shumë të madh, aq më tepër me hapjen e Shqipërisë, sepse edhe në vendet fqinje ku ka resort e skish, ka shumë familje që shkojnë dhe stërvisin fëmijët e tyre me ski. Është një iniciativë e vështirë, por që me këmbgulje besoj që do arrim të kemi sukses. Shqipëria sot në ski është një nga më të mirat dhe këtë fal Erionit dhe strategjisë të tij. Bravo Erion, na krenove sot. Hello, I'm Joel Lyttel from Switzerland. I'm really looking forward to take part at the Albanian National Championship in Kronplatz. Hello, I'm Matthias Itten. I'm from the Swiss Europa Cup team and we are happy to compete at the Albanian National Championship in Kronplatz. See you there. It's nice to be here. The slope is good and I'm ready for the races.
Qa emocioni keni për herë të parë komisar Nilgar Erfis? Emocionet janë domethënë dhe përgjegjësia është e madhe sepse duhet një vëmendje jashtëzakonshme për të parë, sepse shpejtësia është e madhe, skiatorët duhet pas flamujtë me shumë përgjegjësi. Si arritet me sukses? Me shumë sukses. Po Tiana? Besoj se është një emocion ndryshe, gjithmonë kemi qenë pjesëmarrës në rolin e një skiatori, sot jemi në rolin e një gjyqtari duke gjykuar anën tjetër të këtij eventi. Great to see this, and what a great job Elvis has done here organizing this. And this is exactly what we need. Good races. They're very important for the growth of our sport, and that's part of my plan to invest in the small countries, to widen our appeal, bring in more recreational skiers, more athletes, and make the sport much bigger. I started running in the middle of the night. The line never been a friend of mine. It's a great support that FIS is giving under his leadership to small countries like Albania. So this is a big change. We are encouraged to develop race. Through races we can involve more tourism. Albania is a country where skis is under development. Albania, one athlete, the flag bearer. In third place, representing Albania, Kevin Karimi. Bravo! Mirë se erdhët në këtë trajnim të shkurtër 2 ditor. Ju uroj mirë se ardhjen sigurisht në emër të federatës. Është trajnim 2 ditor, cilin do ta shfrytëzojmë maksimalisht. Ideja jonë është që këto 2 ditë ju shfrytëzojmë dhe ju të mësoni më mirë, se çdo ditë ndrohet, çdo ditë ka mirë e më mirë. Ke emocione? Ke bërë ndonjëherë gar? Kam bërë. Ku ke bërë në Korçë. në Korçë? Po ti? Kemi pak emocione. Sa moshe keni? 16. Nga jeni? Nga Shtoret. Për gjithë trenerët, para përfundoj, urime, suksese dhe miru takofshim në gara të tjera.
Detyra jonë është të ofrojmë këtyre sportistëve trajnues të niveleve të larta botërore dhe ne këtë jemi duke u përqendruar. Ky lloj sporti është një sport natyrisht mbas futbollit, unë mund të them që është sporti më popullor në të gjithë botën. Jemi duke ndërtuar një plan ambicioz për t'i ofruar maksimumin që mund t'i ofrojë kombëtarja shqiptare këtyre talenteve. Nuk është vetëm punë e Federatës Shqiptare të Skive, ata marrin pjesë në 2 evente të mëdha olimpike, rinore dhe lojra dimrore. Zoti Fidel ka ardhur me një ambicie të madhe, vjen nga bota biznesit, di të menaxhoj shumë mirë. Ndjej që kemi të njëjtat valë, gjë që ka munguar. Deri më sot ne ecim kuturu, sportet ecin kuturu, Komiteti Olimpik është kryeministria e sporteve. Federata e Skive, presidenti i Federatës Elvis Toçi, sekretari i përgjithshëm Ertrit Xhuglini, kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, kanë ngritur ekipin kombëtar të Skive që ka lindur në Itali, jetojnë në Itali dhe u zhvillua kampionati kombëtar i Skive në Alpet e Italisë, në malet e Dolomiteve që janë kufi me Austrinë, u bë kampionati kombëtar, por i futur në kalendarin e Federatës Botërore të Skive, ku erdhën dhe 200 atletë të tjerë në kampionatin kombëtar të Shqipërisë, ku kjo që një eksperiencë jashtëzakonshme. Gjithë shqiptarët do të shohin një gjë të mrekullueshme në Alpet Italisë. Deri më sot në këtë garë, pranë sekretarin tonë, janë regjistruar vendet më të zhvilluara në arenën ndërkombëtare të Skive. Ekipet zvicerane, austriake, gjermane, angleze, spanjolle. Shqipëria është vetë e bukur, por ne kemi fat keq, nuk kemi këtë lloj pistash. Sot Shqipëria ka pushtuar Dolomitet, flamurët shqiptar po valviten këtu në Dolomite. Ne kemi marrë një iniciativë shumë të madhe për të bërë një garë fist të niveleve më të larta dhe them se po e arrim qëllimit. Kemi pasur mesatarisht 160-170 sportistë në ditë, rreth 100 meshkuj dhe 70-80 femra. Mund të themi që kemi gati të gjithë kontinentet. Ky event që ne bëm kaloi për masat e Federatës tonë por për masat e një vendit vogël në arenën e Skive. Këtë lavdi që kori Shqipëria në fushën e Skive, ne duhet ta kthejmë në investime dhe duhet të rreqim vëmendjen qoftë autoriteteve, qoftë biznesit privat drejt investimeve, pikërisht në këtë sektor kaq të rëndësishëm që është turizmi malor. E djela do të kujtohet gjatë për vendin tonë si ditë historike për një sport që nuk është shumë në traditë, siç është sporti i skive. Për herë të parë në histori kualifikohemi me 2 sportistë në finalen e slalomit. Por kualifikimi ishte vetëm sinjali i parë i një rezultati mbres lënës të Erion Tolës, i cili futet mes 30 më të mirëve të botës në finale. Mes vendeve ballkanike në garën e meshkujve, ku qezintu ngjitën në podium me Tolën, i cili ishte i pari dhe qërimi i treti. Janë 2 talentet që ne duhet i kultivojmë me aq seriozitet që një ditë pse jo të sjellim medalje olimpike në Shqipëri. Në kombëtare kam 3 vite, edhe kam filluar që kur kalova 15 vjeçën. Eksperiencë më e lumtura ime ishte kur vajta në kampionatet botëror junior në Bansko në Bullgari, edhe atje arrita i treti në under 18. Deni Xhepa është përfaqësuesi vetëm i Shqipërisë në lojrat olimpike dimrore Pekin 2022 që zhvillohen pikërisht në Pekin, në datat 4 deri 20 shkurt. Deni, cila është ambicia më e madhe që ti ke? Do të bësh kampion bote për shembull? Po. E mendon që mund ndodhi? E ka potencialin? Kështu që propozimi i Federatës Shqiptare për të qenë përfaqësues ishte i mirëpritur në këtë rast. Po. Kjo është uniforma zyrtare e ekipit kombëtar shqiptar të skive, që ka zhvilluar garat e para kombëtare, mbahet nga skiatorë shqiptar, pjesa më e madhe të cilëve në nivel botëror, por që të lindur jashtë Shqipërisë, fëmijë emigrantë është një pjesë e tyre, të cilët po mundohet ngren një ekip përfaqësimi të Shqipërisë edhe në ski.